Ndryshe nga shumë fshatra të Mokrës që po përballen me braktisjen, Buzaishta në njësinë administrative Velçan Vion të mbetet një fshat i pa braktisur. Me rreth 560 banor, ky komunitet ka arritur të ruajë jetën rurale fal ujit të bollshëm, tokës pjellore dhe bujqësisë aktive. Sipas banorëve, Buzaishta nuk është braktisur sepse kanë pasur gjithmonë mundësi të punojnë tokën. Prodhimi i patates mbi të gjitha, e cila u soll nga hollandezët në vitin 90, bëri që shumë familje të lidheshin me bujqësinë dhe të mos iknin. Ajo ka mbill pak rreshta patate dikur, në atë kohë ne i mbillnim me gropa. Pastaj erdhi hollandezi, Jos van der Stooij, kalon rastisht këtu, e sheti matë dhe qëndron se ata ishin me misionin për pataten. Dhe që këtu filloi patatja. U kthye rastisht në shtëpi nga 94. Sot fshati Buzaisht momentalisht ka 564 frym, që i bie diku te 94-92 familje. E vetmi arsye ka qenë patatja që këtu është konsumuar në masivisht. Kishte rreth 40-50 fermerë fshati. Dhe prodhoi një farën. Farën e merrte shoqata, ndërtoi dhe magazinën ajo aty dhe e dërgonte në Korçë, dërgonte në Lushnjë, farën ai grumbullonjën ne ata dhe e shpërndante. Vitin tjetër na e sillte që nga Hollanda. E sillte super elite farën. Këtu dilte elitja që e shpërndante për zonën tjetër këtu ajo dhe atëherë filloi mirëqenia që u rrit mirëqenia e fshatit. Na ndërtuan dhe rrugën ata. Edhe kjo që arsyeja që nuk u larguam shumë ne. Fshati jonë është i vetmi fshat që e do tokën, e punon tokën. Dhe një arsye tjetër se ne kemi dhe ujin këtu, ujt për të vaditur, ujë për të pirë, se dhe ajo ndikon. Këtu tokë pa punuar rrallë se mbetet. Toka punohet këtu, o mbillet faragjere për blektorinë, ose mbillet patate, o mbillet fasule, o mbillet misër, nuk ngelet tokë pa punuar këtu. Fshati shkollë funksionale ka me rreth 50 nxënës, ambulancë dhe shërbimet bazike, ndërsa problemi kryesor mbetet infrastruktura rrugore dhe rrjeti vjetër elektrik. Fshati këtu ka nevojë vetëm për rrugën, domethënë nga Velçani, që ka ngelur pa lidhur, dhe të lidhet me këtë, na nxjerrë gjën kryet fshatit të sipër, ku i themin e qafe Krorzve. Se kjo që patëm këtu është prishur, që kjo rrugë duhet lidhur, me që ky fshat është se kanë 100 familje, gjasa kanë 100 familje, këtë nuk duhet ta lësh brapa dore, që mos ikin këta që janë. Banorët janë optimiste me investimet minimaliste. Fshati mund të zhvillohet më tej në një realitet ku fshatrat zbrazen. Buzaishta mbetet shembulli se uji, toka dhe bujqësia mund të mbajnë gjallë një komunitet të tërë.